Zonja dhe zotërinj, ju përshëndes nga edicioni informativ në ekranin e Blu Televizion, do të ndalemi në zhvillimet e ditës. Në gjykatën e apelit Tiranë, zhvillohet sot seanca gjyqësore që do të përcaktoj fatin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Në sallë përballen dy aksioner të shoqërisë koncesionare, Vlora International Airport, ndërsa seanca do të tregojë nëse një projekt me rëndësi kombëtare do të vijojë rrugën drejt përfundimit apo do të mbetet peng një përplasje gjyqësore. Në gjykatën e apelit të Tiranës zhvillohet sot seanca gjyqësore që do të përcaktojë fatin e një prej projekteve më të rëndësishëm infrastrukturor në vend, aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Në sallë përballen dy aksioner të shoqërisë koncesionare Vlora Airport. Vendimi është shumë i rëndësishëm për zhbllokimin e punimeve dhe përfundimin e aeroportit brenda pak muajsh. Aeroporti konsiderohet një projekt kyç për zhvillimin e turizmit në Vlorë dhe në të gjithë jugun e vendit. Në panairin më të fundit të turizmit zhvilluar në Tiranë, operatorët turistik të Vlorës ndeshën me shqetësimin e agjencive ndërkombëtare dhe operatorët që organizojnë ture drejt Shqipërisë, të cilët po kërkojnë qartësi mbi funksionalitetin dhe afatet e aeroportit, pasi kjo ndikon në planifikimin e fluturimeve charter, paketave turistike dhe kontratave sezonale. Kështu sipas operatorëve, edhe pse interesimi i turistëve të huaj mbetet i lartë dhe prenotimet në hotelet e Vlorës ka nisur, mungesa e një përgjigjeje të qartë mbi situatën e aeroportit po krijon vështirësi në garantimin e shërbimeve të plota. Operatorët theksojnë se çdo paqartësi në infrastrukturën kryesore të aksesit rrezikon të ndikojë negativisht në besimin e tregut ndërkombëtar dhe në imazhin e Vlorës si destinacion në rritje. Në këtë kuadër, seanca e sotme do të tregojë nëse një projekt me rëndësi kombëtare do të vijojë rrugën drejt përfundimit apo do të mbetet peng një përplasje gjyqësore, ndërsa për operatorët turistik të Vlorës, çdo muaj vonesë përkthehet në kosto financiare, kontrata të pezulluara, punonjës të papaguar dhe rrezik për përmbushjen e afateve kontraktore. Kjo enjte është një ditë e shënuar për të gjithë besimtarët mysliman për shkak se përkon me nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Qytetarët e Vlorës për Blu Televizion, pavarësisht besimit fetar që i përkasin, urojnë besimtarëve mysliman muaj të mbar dhe të begat, si dhe agjërim të lehtë dhe të pranueshëm. Kjo enjte është një ditë e shënuar për të gjithë besimtarët mysliman për shkak se përkon me nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Qytetarët e Vlorës, pavarësisht besimit fetar që i përkasin, i urojnë të gjithë besimtarëve mysliman muaj të Ramazanit të mbar dhe të begat, si dhe agjërim të lehtë dhe të pranueshëm. Pavarësisht nëse agjërojnë ose jo, ata shprehen se muaji i Ramazanit është tepër i rëndësishëm, pasi afron njeriu me Zotin, duke e udhëzuar drejt rrugës së mirë dhe larg veseve. Për qytetarët, Ramazani pastron shpirtin dhe mëkatet, ndërsa agjërimi pastron trupin e njeriut. Mamane ka pas muslimane që argjëroj dhe këte i dhande, mos u mërzist. Nuk ka të të zotnit, gjithë jemi një për ditë, një për një përëndi kemi, një zot, një Allah. Një e domosdoshme për organizmin. Mënyra e të ushqej, në limon, me metabolizmin të njësë më esoj. Nga shumë, apo të besoj. Ajirin të lehtë. Ramazan të barë. Ramazan sa më të lehtë. Ta që e praktikojnë, them se duhet jetë i rëndësishëm për ta, pastrojnë shpirtrat, trupi, shumë gjëra. Po pa tjetër, ka benefitet e tija dhe jo. Muslimanëve me unë, gjithmonë jam falë që më jetë në xhami. Jo, nuk ka gjëroj se jam i shumë, jam operon a zëmra. Sa më të letë, regisuar. Shumë i rëndësishëm. Për shumë arsye. Në pak shumë lanë më katër, të ditën e mbanë trupin në rëskit trotë? Jo. Jo, po mbanë, për të gjithë o zotë barë. Je mirë është, mas të ti është. Barë për gjithë popullin. Mos pimi latë të pastrojme naturalisht, alëm vetë ushqimit mortanë. Shumë, çdo gjë e fesë është e rëndësishme. Normale. Mos vidh, mos vrit. Çdo gjë pozitive, s'ke një fjalë të gjesh te Kurani, kudo që të gjesh një fjalë që të gjitha të mira, të gjitha këshilla të mira për njerëzimin. Duke nisur nga kjo enjte prej orëve të mëngjesit, besimtarët mysliman të Vlorës, të cilët janë të shumtë, kanë nisur agjërimin si një pjesë e rëndësishme e muajit të shenjtë të Ramazanit.
Vijojmë të tjera në zhvillim me Presidenti i Republikës. Bajram Begaj përcolli sot një mesazh urimi për besimtarët mysliman me rastin e fillimit të agjërimit në muajin e bekuar të Ramazanit. Edhe Kryeministri Edi Rama ka uruar besimtarët mysliman përmes një mesazhi të publikuar në rrjetet sociale. Presidenti Bajram Begaj përcolli mesazh urimi për besimtarët mysliman me rastin e fillimit të agjërimit në muajin e bekuar të Ramazanit. Në mesazhin e tij, kreu i shtetit uroi agjërim të lehtë dhe të pranuar për të gjithë besimtarët mysliman, duke shprehur dëshirën që ky muaj i shenjtë të shërbejë si një kohë solidariteti dhe afrimi mes njerëzve. Besimtarët mysliman fillojnë agjërimin e muajit të bekuar të Ramazanit duke dëshiruar agjërim të lehtë dhe të pranuar për të gjithë besimtarët mysliman. Uroi që ky muaj i shenjtë të na afrojë më shumë me njëri tjetrin, qoftë sa më i mbar për të gjithë dhe art me të gjitha begatit, theksoi Begaj. Besimtarët mysliman në të gjithë botën nisën agjërimin, të cili zgjat për 30 ditë për besimtarët mysliman. Ramazani është muaji i agjërimit, i Kuranit, i mëshirës dhe i faljes. Kryeministri Edi Rama uroi të gjithë besimtarët mysliman shqiptar për nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Gëzuar Ramazanin, agjërim të lehtë dhe të pranuar, uroi Kryeministri Rama besimtarët mysliman, të cilët nisën agjërimin që zgjat për 30 ditë. Të gjithë myslimanët anë botës nisën muajin e bekuar të Ramazanit me agjërimin, një nga shtyllat dhe detyrat madhore të besimit islam. Në thelb të agjërimit qëndron fakti se ai është urdhër i Zotit dhe një prej 5 kushteve themelore të islamit, por bashkë me këtë, ai ngërthen brenda vetes një numër shumë të madh urtësish dhe dobish për anën shpirtërore, fizike, psikologjike, sociale për individin dhe shoqërinë. Fillimi i muajit të agjërimit përcaktohet në bazë të lëvizjes së hënës, e cila për të gjithë myslimanët në çdo cep të botës përcjell një drejtësi apo një harmonizim për ta kryer sa më të plot këtë muaj të begat. Ramazani është muaj ku besimtarët mysliman ndërpresin ushqimin, pijen dhe jo vetëm, duke filluar që nga nisja e agimit deri në perëndim të diellit, nga syfyri deri në iftar. Është një muaj i vlerave të larta njerëzore, morale, sociale, muaj i solidaritetit dhe bashkëpunimit, muaj që i dedikohet më shumë adhurimit dhe këndimit të Kuranit, muaj i sadakas dhe i punëve të mira, muaj i mëshirës, virtytit dhe dhimbshurisë. Përveç vlerave shpirtërore e morale, agjërimi ka gjithashtu edhe një vlerë shoqërore shumë të madhe, atë të bashkimit të njerëzve mes tyre dhe kontributit për ata që ka nevojë. Ndërkohë, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka shpërndar mesazhin e presidentit amerikan Donald Trump me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Duke uruar besimtarët, Trump ka theksuar dimensionin shpirtëror dhe reflektues që sjell muaji i agjërimit. Periudhë për kushtimi ndaj ripërtëritjes shpirtërore. Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë dhan mesazhin e presidentit Trump për muajin e Ramazanit, bekimet e panumërta të Zotit. Ambasada e Shtetit Bashkuar në Tiranë ka shpërndar kështu mesazhin e presidentit amerikan Donald Trump, që vjen me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në mesazhin presidencial, Trump uron besimtarët mysliman për këtë moment të rëndësishëm fetar, duke theksuar dimensionin shpirtëror dhe reflektues që sjell muaji i agjërimit. Sot u dërgoj përshëndetjet dhe urimet e mia më të mira të gjithë atyre që festojnë Ramazanin. Çdo Ramazan përfaqëson një periudhë për kushtimi ndaj ripërtëritjes shpirtërore, meditimit dhe reflektues dhe vlerësimit për bekimet e panumërta të Zotit, thuhet në mesazhin presidencial për Ramazanin. Përkeqësimi i kushteve hidrometeorologjike në Gjirin e Vlorës, autoritetet vendosin ndalimin për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit që operojnë në det të hapur. Ndërkohë, anijet e transportit ndërkombëtar do të vijojnë operimin normalisht, ndërsa përmirësimi i situatës pritet pas mëngjesit të 20 shkurtit. Përkeqësimi i kushteve hidrometeorologjike, Kapitaneria e Portit të Vlorës pezullon lundrimin e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit. Sipas një njoftimi zyrtar, dallgët arrin lartësi nga 1.5 deri në 2.5 metra, duke bërë të pamundur lundrimin e këtyre mjeteve të vogla lundruese si dhe anijeve të peshkimit. Këto të fundit janë udhëzuar të qëndrojnë në vend trajtime të sigurta. Sa i përket tragedisë të linjës Vlorë-Brindisi, ai do të vijojë të operojë normalisht, ndërkohë që përmirësimi i kushteve atmosferike parashikohet në orët e para të mëngjesit të datës 20 shkurt. Për shkak të përkeqësimit të kushteve hidrometeorologjike në Gjirin e Vlorës të enjtën dhe të premten e kësaj jave, autoritetet kanë vendosur ndalimin për mjetet e vogla lundruese, si dhe ato të peshkimit që operojnë në det të hapur. Era pritet të fryjë me një forcë deri në 7 ball dhe dallgët të arrijnë deri në 2.5 metra. Ndalimi do të jetë në fuqi nga ora 8 e datës 19 shkurt deri në orën 6 të datës 20 shkurt. Ndërkohë anijet e transportit ndërkombëtar do të vijojnë operimin e tyre në normalitet. Përmirësimi i situatës pritet pas mëngjesit të datës 20 shkurt.
Fenomeni i baticës së ditës së mërkurë në Orikum dëmtoi disa biznese që funksionojnë kryesisht sezonal përgjatë vijës bregdetare. Për Blu Televizion, Klodian Merkohitoj tregon dëmet në lokalin që administrohet prej tij pas vëshimit të ujit të detit. Përgjatë orëve të para të mëngjesit të ditës së mërkurë, qyteza e Orikumit është prekur nga një baticë në nivele të larta si rrjedhoi e vërshimit të ujit të detit. Disa biznese që funksionojnë kryesisht sezonal u prekën përgjatë vijës bregdetare. Një ditë pas kësaj batice, dëmet që la pas janë të dukshme. Një prej bizneseve që është prekur nga fenomeni i baticës është ai i Klodian Merkohitoj, i cili tregon se ka patur dëme në plazh dhe lokal që administrohet prej tij në Bregdet. Sipas Merkohitoj, është një fenomen që më parë ka qenë i rrallë, por ndikimi i ndryshimeve klimatike dhe dorës së njeriut e ka bërë që të jetë më i shpeshtë. Disa dëme të vogla të plazhi, po. Disa biznese të tjera dëme dhe më të mëdha se kanë qenë më afër detit. Unë kam fatin e mirë që kam një bordurë mbrojtëse përballë biznesit tim që është gjatë pothuajse gjithë Bregdetit, rrugës Orikumit, buzdetit Orikum. Disa nuk e kanë atë bordurën dhe ka prekur deti. Ndryshimet klimatike do jenë gjithnjë më të qejk detu di, kështu që duhet ti paraprim këto gjëra që ndodhin. Është e parë. Mund të ndodhe në një rast tjetër, po jo kaq drastike në këtë situatë kaq të keqe dhe ka për të ndodhur më keq, nëse nuk i paraprim. Nuk kam katërstinet nuk ekzistojnë më, kështu që dora e njeriut po shkatron gjithçka. Klima po ndryshon totalisht. Kemi sot është ditë e parë që nga dita 1 janar 2026 që s'po bie shi. Ti themi gjëra siç janë, është faktike, se nuk është e them unë se është gjithë mediat botërore po e shprehin, është problem klimatik i jashtëzakonshëm. Këtu shqyr zotit jemi akoma të bekuar, por ka për të ardhur dhe në një studi më e madhe, s'po them uragan se dhe ata mund të afrohen. Është, unë personalisht kam dalë me stafin tim në ndihmë të bashkisë, të njësisë bashkiake, ata janë të zënë të vafrit në shumë punëra të tjera, dhe unë jap një dorë, ai sa mundem, por këtu edhe një pjesë tjetër të komunitetit tjetër në ndihmë gjithnjë të njësisë bashkiake. Na veriu del dalga këtej. Po, diu, ndoshta është ngri dhe niveli i detit pak. Në gjatë e ka dalë gjithmonë, çdo vit. S'kam pyetur. Kam qenë shumë interesuar se s'kam në një biznes ato gjithë. Këto janë batica detare. Po. Nuk ka ndonjë problem. Natyral. Ka ndodhur dhe më para, jo shumë, po që janë batica dhe batica. Unë kam të 60 e ca vjetë këtu, është i pari që u bën dy, jo, që jemi më para një batica e madhe, jo, kjo që me ndoshta janë dhe fenomena natyrore, por si mbas detit ne kështu e dim. Para një 15 ditë, 20 ditë, jo kaq. Po, kjo ka qenë më e madhja dhe ka kapur jo të gjithë Bregdetin. Një pjesë. Tek Postdoku është më pak. Po, pjesërisht. Po, këtu ka qenë më fuqishëm. Edhe e parë në këtë mas, pa herë ka ndodhur vazhdimisht. Po herë e parë. Batica. Jo, shumë, për dita dalëm. Jo, zhavor për gjatën ngëshuar, jo. Unë që jam rritur këtu, nuk e kam problem. Kjo është herë e parë që ka qenë fuqishme, po nuk ka bërë ndonjë dëm. Merkohitoj thotë se në vazhdim këto fenomene do të jenë më të egra, ndaj duhen marrë padyshim masa. Kanali kryesor i komunikimit të lagunës së Nartës me detin vijon të jetë i bllokuar. Në teren ka mbritur eskavatori ndërmarrjes së ujrave, ndërsa pritet të nisë ndërhyrja për hapjen dhe thellimin e kanalit. Ndërkohë, nga çarja e argjinaturës, uji i lagunës po depërtohen drejt zonës pyjore, duke rritur shqetësimin për përmbytje dhe dëmtime mjedisore. Kanali kryesor i komunikimit të lagunës së Nartës me detin vijon të jetë i bllokuar plotësisht edhe sot. Në teren bëriti ekskavatori ndërmarrjes së ujrave, ndërsa pritet të nisë ndërhyrja për hapjen dhe thellimin e kanalit. Sipas burimeve në zonë, kanali duhet të thellohet me rreth 1.5 metra për të mundësuar largimin e ujit të tepërt nga laguna dhe rikthimin e qarkullimit normal të ujrave në detin. Situata aktuale nuk lidhet me ngritjen e nivelit të detit, por me mungesën e mirëmbajtjes së rregullt të kanalit, procesi i
cili deri në muaj nëntor realizohej nga OMP në Nart. Ndërkohë është konstatuar edhe çarja e argjinaturës nga ku uji i lagunës po depërton drejt zonës pyjore përreth, duke rritur shqetësime për përmbytje si dhe dëmtime mjedisore. Banorët dhe përfaqësues të zonës kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, si dhe një plan të qëndrueshëm mirëmbajtje për të shmangur përsëritjen e kësaj situate në të ardhmen. Panajiri i punës dhe studimit vjen sërish në Vlorë me synimin për të ofruar mundësi rreth punësimit, profileve profesionale dhe studimit për të rinjt. Ky panajir tashmë është kthyer në një traditë të përvitshme në qytetin e Vlorës, duke shërbyer si një urlitse mes punëkërkuesve, punëdhënësve dhe institucioneve arsimore. Panajiri i punës dhe studimit vjen sërish në Vlorë me synimin për të ofruar mundësi rreth punësimit, profileve profesionale dhe studimit për të rinjt. Panajiri tashmë është kthyer në një traditë të përvitshme në qytetin e Vlorës, duke shërbyer si një urlidhse mes punëkërkuesve, punëdhënësve dhe institucioneve arsimore. Kreu i Drejtorisë Rajonale të Punësimit, Saniela Xhaferi, konfirmon se ky panajir është mundësia më e mirë jo vetëm për të rinjt që kërkojnë të njihen me ofertat e punës, por dhe punëdhënësit që të prezantojnë ofertat e tyre dhe nevojat për staf. Atëherë, sikundër ju e thatë, jemi në panajirin Work and Study, i cili zhvillohet tashmë si traditë në qytetin e Vlorës dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive është pjesë e këtij panajiri. Jemi bashkë sot me Qendrën e Formimit Profesional për të prezantuar ofertën tonë të punësimit tek punëkërkuesit e interesuar, gjithashtu edhe tek punëdhënësit të cilët janë të ftuar që të shpallin mendet e tyre të lira të punës në portalin puna.gov.al. Në fakt, panajiri nuk ka shumë që ka filluar dhe siç mund të shihet edhe nga pjesëmarrja, ka interesim edhe të rinjve, por edhe të personave të tjerë që nuk janë të kësaj grup moshe. Kjo tregon një interesim të lartë të gjithë grup moshat aktive për punë, për të njohur dhe për të marrë të gjitha shërbimet që AKPA ofron. Panajiri i punës dhe studimit shihet si një mundësi e mirë për të rinjt, për të njohur ata me ofertat e studimit nga universitetet shqiptare, ndërsa organizohet në një moment të rëndësishëm për qytetin, pak para nisjes së sezonit turistik në Vlorë, duke rritur dhe më shumë interesin për punësimin sezonal dhe afatgjatë. Në njësinë administrative Orikum, mbeturinat nuk hidhen më në fushën e vend grumbullimit, por tashmë trajtohen në landfillin e Sherishtës dhe ky është një lajm i mirë. Por edhe pse, pirgjet me inertet e hedhura pa kriter vijojnë të dëmtojnë imazhin e zonës në një qytet turistike. I jepet fund gangrenës 10 vjeçare të qytetit së Orikumit, por edhe fshatrave përreth. Fusha e hershme e vendgrumbullimit të mbetjeve urbane në Orikum, në bypassin që lidh të fundit me Trajasi, por edhe me Vlorën, tashmë është kapsuluar. Prej kohësh aty nuk hidhen më mbeturina, por këto të fundit trajtohen në landfillin e Sherishtës. Pas kapsulimit të fushës së mbeturinave, e cila ndodhet në njësinë administrative Orikum, Blu Televizion ka shkuar këtë të enjte për të vëzhguar nga afër situatën, për të konstatuar nëse në fushën e cila ka qenë prej vitesh një gangren për banorët e Orikumit, si dhe disa fshatrave, hidhen mbeturinat apo jo. Prej vëzhgimit është parë se në këtë fushë vend grumbullimi, e cila ka sjellë ndër vite problematika, mbetjet nuk hidhen më aty, por trajtohen në landfillin e Sherishtës. Siguroni pavarësinë e gjyqësorit, sfidë sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit, teksti i Parlamentit Evropian në draft të rezolutën për Shqipërinë 2025 të sapo publikuar. Parlamenti Evropian ka publikuar draft rezolutën për Shqipërinë 2025. Draft raporti vlerëson progresin e shpejtë në negociatat e antarësimit dhe hapjen e të gjithë grup kapitujve brenda 11 muajve. Mëtej tekson se objektivi për mbylljen e negociatave deri në vitin 2027 është i arritshëm, por kërkon zbatim të plotë dhe të pakthyeshëm të reformave, veçanërisht në shtetin e së drejtës, luftën kundër korrupsionit, zgjedhjet dhe lirinë e medias, duke qenë se forcimi i institucioneve demokratike, pavarësia e gjyqësorit, lufta kundër
korrupsionit, liria e medias dhe të drejtat themelore mbeten thelbësore për rrugëtimin e Shqipërisë drejt antarësimit, thekson Parlamenti Evropian. Pavarësisht arritjeve, Shqipëria akoma përballet me sfida të ndryshme, si për shembull kapërcimi i polarizimit të brendshëm politik dhe përmirësimi i kulturës politike, duke forcuar ligjet dhe duke konsoliduar reformat e antikorrupsionit. Raporti i këtij viti vendos fokusin në reformat social-ekonomike dhe nënvizon rëndësinë e dialogut social për të arritur rezultat, thuhet në raport. Ndërkohë, raporti vlerëson progresin e Shqipërisë drejt antarësimit në BE dhe përfshin reagimin e Parlamentit ndaj raportit të zgjerimit të vitit 2025. Shqipëria, vend kandidat që nga viti 2014 ka nisur negociatat në korrik 2022 dhe ka hapur të gjithë grup kapitujt deri në nëntor 2025 për të arritur objektivin e antarësimit deri në fund të dekadës. Zbatimi efektiv i reformave do të jetë thelbësor. Me gjithë progresin, sfidë mbetet polarizimi politik, forcimi i shtetit të së drejtës dhe konsolidimi i reformave kundër korrupsionit. Greqia dhe Kroacia vazhdojnë të tërheqin vizitorë të shumë, ndërsa turizmi në Shqipëri po rritet me një ritëm aq të shpejtë sa ndryshimi ndjehet nga një verë në tjetrën. Kështu shkruhet në revistën franceze të udhëtimit Lycée Nas, sipas të cilës, edhe pse i njëjti diell, i njëjti det, përvoja që do të përjetohet në teren nuk do të ndihet as pak njësoj. Greqia dhe Kroacia vazhdojnë të tërheqin turma të mëdha vizitorësh, ndërsa turizmi në Shqipëri po rritet me një ritëm aq të shpejtë sa ndryshimi ndihet nga njëra verë në tjetrën, shkruan Vincent Mabire në revistën franceze të udhëtimit Lycée News. I njëjti diell, i njëjti det, por përvoja që do të përjetoni në teren nuk do të ndihet as pak njësoj. Nëse keni udhëtuar së fundmi në mesdhe, me shumë gjasa keni vënë re se të njëjtat xhire dhe qytete të vjetra mbushen për muaj të tërë. Greqia dhe Kroacia kanë jetuar me këtë realitet prej vitesh. Shqipëria është destinacioni më i ri europian që po fiton njohjen ndërkombëtare me shpejtësi. Për një udhëtim në vitin 2026, qëllimi nuk është të shmangësh turmat e turistëve, por të planifikosh pushime me një buxhet ekonomik ku ditët rrjedhin pa stres dhe plazhet nuk janë të mbipopulluara. Rritja e popularitetit të Shqipërisë është e vështirë të mos vihet re. Në vitin 2025 vendi priti plot 12 milion turistë vizitor, ku shumë prej tyre u tërhoqën nga Bregdeti, ndërsa shumë të tjerë eksploruan zonat malore. Dallimi kyç krahasuar me Greqinë dhe Kroacinë është shpejtësia e zhvillimit, që mund të ndryshojë shpejt çmimet dhe atmosferën e disa qyteteve bregdetare. Shqipëria ka shprehur synimin për të tërhequr turizmin me shpenzime më të larta, përfshijmë më shumë hotele luksoze, rreth Sarandës dhe zgjerimin e aksesit ajror me një aeroport të ri të planifikuar në zonën e Vlorës për të përmirësuar lidhjet me jugun. Për turistët akses më i mirë do të thotë udhëtime më të lehta, por zhvillimi i shpejtë i Shqipërisë mund të nënkuptojë edhe zona ndërtimi në vendet që papritur janë bërë shumë të kërkuara. Nëse motivimi juaj kryesor janë çmimet të ulta, nxitoni pasi pikat e nxehta bregdetare mund të vazhdojnë të shtrenjtohen. Nëse kërkoni një përvojë të veçantë, kombinoni Bregdetin me disa ditë në zonat malore për më shumë balancë dhe ritëm të qetë. Fermerët e vetë punësuar në bujqësi do të kenë mundësi të rregullojnë detyrimet e prapambetura për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore pa paguar gjoba dhe kamatavonesa. Kjo pas miratimit të ligjit për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan. Fermerët e vetë punësuar në bujqësi do të kenë mundësi të rregullojnë detyrimet e prapambetura për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore pa paguar gjoba dhe kamatavonesa pas miratimit të ligjit për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore dhe vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogana. Ligji parashikon që për të gjitha detyrimet e krijuara deri më 31 dhjetor të 2014 të fshihen plotësisht detyrimet administrative, ndërsa fermerët do të duhet paguajnë vetëm kontributin bazë. Për periudhën duke nisur nga janari 2015 deri në 31 dhjetor të 2024, gjobat dhe kamatavonesat do të shuhen, me kusht që kontributi plot të paguhet brenda datës 31 dhjetor 2026. Kjo nismë jep mundësi fermerëve që prej vitesh kanë detyrime të akumuluara të mbyllin ato pa kosto shtesë, duke paguar vetëm shumën e kontributeve sipas masës së përcaktuar. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, kontributi vjetor për të vetpunësuarit në
përmbujësi është 38.400 lek për zonat fushore dhe 29.400 lek për zonat malore. Autoritetet bëjnë apel që fermerët të përfitojnë nga kjo mundësi brenda afatit ligjor në mënyrë që të sigurojnë vimësinë e përfitimeve nga skema e sigurimeve shoqërore, përfshirë të drejtën e pensionit dhe mbrojtjen shëndetësore. Policia e Vlorës ka parandaluar një ngjarje të mundshme kriminale ku arrestoi një 39 vjeçar që u konfliktua me një tjetër shtetas për motive të dobta. Ngjarja ka ndodhur në një lokal në lagjen Ujë Ftohtë. Blut ka ndërhyrë në një kohë kur i sekuestruar 39 vjeçarit arma e zjarrit pistolet me krerë me fishek, të cilat i mbante me vete. Ndërhyrja e menjëhershme e policisë parandaloi një ngjarje të mundshme kriminale. Arrestohet një 39 vjeçar që u konfliktua me një shtetas për motive të dobta dhe mbante me vete një armë zjarri pistolet me krerë dhe fishek. Sekuestrohet pistoleta. Struktura e drejtorisë vendore të policisë Vlorë mbrëmje të mërkurës pas marrjes së njoftimi për një konflikt në ambientet e një lokali në lagjen Ujë Ftohtë kanë ndërhyrë menjëherë për të parandaluar përshkallëzimin e tij. Si rezultat i veprimeve të shpejta u kap shtetasi me iniciale ASH, i cili sapo ka konstatuar shërbimet e policisë ka tentuar të fshenë në një lulishte armën e zjarrit pistolet që mbante me vete. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas ishte konfliktuar me një tjetër 30 vjeçar banues në Vlorë në ambientet e një lokali për motive të dobta. Në përfundim të veprimeve procedurale, shtetasi me iniciale ASH 39 vjeç banues në Vlorë u arrestua në flagrancë, ndërsa pistoleta me municion u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore. Drejtoria vendore e policisë Vlorë mbetet e angazhuar maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, duke reaguar me vendosmëri ndaj çdo rasti që cënon qetësinë dhe sigurinë e qytetarëve. Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin Lushnjë-Fier, fshati Rapës, ku një mjet taksi ka përplasur një person që po tentonte të kalonte autostradën. Si pasojë e përplasjes, këmbësori ka humbur jetën në vendngjarje. Një tjetër aksident tragjik me pasojë humbjen e jetës së një personi shënuar mbrëmje të mërkurës në aksin rrugor Fier-Lushnjë, një segment që prej vitesh konsiderohet problematik për sigurinë rrugore. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:25 minuta kur shtetasi GSH 52 vjeç, teksa drejtonte automjetin e tij, ka përplasur këmbësorin me iniciale SM rreth 70 vjeç. Përplasja ka qenë fort dhe fatale, duke bërë që i moshuari të humbas jetën në vendngjarje pa mundësi të mbijetojë plagëve të marra. Menjëherë pas ngjarjes, drejtuesi i mjetit të shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme hetimore, ndërsa në vendngjarje kanë mbritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë punuar për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Ky nuk është rasti i parë që në këtë aks rrugor regjistrohen aksidente me pasojë fatale. Banorët dhe drejtues mjetësh kanë ngritur shpesh shqetësimin për shpejtësinë e lartë të automjeteve, mungesën e sinjalistikës së mjaftueshme dhe ndriçimin e dobët në disa segmente, faktor që rrisin ndjeshëm rrezikun për aksidente. Aksi Fier-Lushnjë është përmendur vazhdimisht në kronikat e zeza si një prej rrugëve me bilans të rënd aksidentesh, ku humbja e jetëve njerëzore është kthyer në një realitet të dhimbshëm dhe të përsëritur. Autoritetet pritet të sqarojnë shkaqet konkrete të ngjarjes së fundit, ndërsa njëkohësisht mbetet e nevojshme ndërhyrja për rritjen e sigurisë rrugore në këtë segment për të parandaluar tragjedit të tjera që po përsëriten me të njëjtën ashpërsi. Kupa e Shqipërisë në basketbol për femra sjell trofeun e parë të këtij sezoni, ndërsa ndeshjet finale do të zhvillohen në Durrës. Ekipi i flamurtarit shkon me synimin e qartë, fitoren e këtij trofeu, i pari për këtë sezon. Për drejtorin e klubit Shumë Sportësh, Elona Hasanaj, objektivi kryesor është fitoria e Kupës së Shqipërisë në Vlorë si trofeu i parë i sezonit. Kupa e Shqipërisë në basketbol për femra sjell trofeun e parë të këtij sezoni, ndërsa ndeshjet finale do të zhvillohen në Durrës. Ekipi i flamurtarit shkon me një synim të qartë, fitimin e këtij trofeu, i pari për këtë sezon. Ditën e njëjtë do të luhen ndeshjet gjysmëfinale ku flamurtari do të përballet me Vllaznin, ndërsa të shtunën do të zhvillohet finalja e madhe. Drejtoria e klubit Shumë Sportësh flamurtari, Elona Hasanaj, thekson se objektivi kryesor është fitimi i Kupës së Shqipërisë në Vlorë si trofeu i parë i sezonit. Ajo shton se ambicjet e ekipit nuk ndalen këtu, pasi synimet për këtë sezon janë gjithashtu titulli kampion dhe suksesi në ligën unike. Shkojmë nesër në gjysmë finale, siç e thatë dhe ju, në ndeshjen me Vllaznin, që është një ndeshje lehtë. Ekipi i Vllaznis ka në përbërjen e tij vajzat e reja. Është në vendin e 4 në tabelën e klasifikimit. Ditën e shtunë, në orën 7, te Goga Basket në Durrës, luhet finalja e Kupës së Republikës, që ndeshemi me ekipin që del nga takimi, Tirana Partizani. Është një ndeshje e vlerësuar maksimalisht nga unë, nga ekipi dhe nga gjithë stafi i trajnerave. Jemi të bindur dhe
Patjetër, pse jo, t'i sjellim kupën e parë për këtë vit qytetit të Vlorës, siç është Kupa e Republikës. Nuk kemi hequr dorë asnjëherë nga titulli kampion, nuk kemi hequr dorë të jemi finalist të Ligës Unike, pse jo fitues të Ligës Unike. Ti marrim gjërat hapa sapi, të fitojmë Kupën e Republikës së shtunën, i ftoj të gjithë dashamirësit e ekipit të flamurtarit të vajzave, të vinë pse jo të mbështesin vajza ditën e shtunë në orën 7 te Goga Basket në Durrës. Hasana i nënvizon gjithashtu se ekipit nuk i ka munguar mbështetja dhe se kjo përkraje do të vijojë edhe në finalet e Kupës së Shqipërisë me besimin për të siguruar trofeun e parë sezonal. Në fund të çdo gjëje është finalizimi, është kupa. Kupa e Republikës është e treta në radhë, është kampion. Ne objektivin ton të parë kemi titullin kampion. I dyti është Liga Unike dhe treta është Kupa e Republikës, që është një kupë pa aq e rëndësishme sa të tjerat. Është një kupë që po ta shikoni ndër vite nuk i ka munguar qytetit të Vlorës, sepse ne dim që basketbolli në Vlorë është legjend. Nuk jemi vetëm në këtë rrugtim. Dhe nuk mund ta bënim asnjëherë vetëm pa mbështetjen maksimale të Bashkisë Vlorë. Është një suport i jashtëzakonshëm. Pa atë nuk do të ekzistoni kupat e flamurtari. Unë kam thënë gjithë dhe nuk do ndaloj së thëni asnjëherë. Sportdarësit dhe ju gazetarët jeni lojtari i 6 në fush. Ndeshjet finale do të luhen në datat 20 dhe 21 shkurt. Flamurtari do të përballet në gjysmë finale me Vllaznin në një sfidë që pritet të jetë jo e vështirë, ndërsa në finalen e madhe pret një mes skuadrave të Partizanit ose Tiranës. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes. Mirupafshim.